A është vetëdia një produkt i trurit apo diçka që ekziston jashtë trupit? Vetëdia ose përvoja e brendshme subjektive e të qenit është një ndër temat më komplekse në filozofi dhe shkencat kognitive. Shumë neuroshkencëtarë e konsiderojnë vetëdijen si rezultat të aktivitetit të trurit, një proponim kompleks i sinjaleve nervore që ndodh në korteksin cerebral. Sipas kësaj qasje materialiste, ku ndalet truri, ndalet edhe vetëdia. Në anën tjetër, filozofë si René Descartes kanë sugjeruar që vetëdia është diçka e ndarë nga trupi, një entitet shpirtëror që ekziston pavarësisht nga trupi fizik. Po kështu, traditat lindore si budizmi dhe hinduizmi e shohin vetëdijen si energji kozmike, një lloj ndërgjegje universale që kalon përtej trupit dhe mendjes. Në epokën moderne, disa teori të reja si teoria e vetëdijes si bazë e gjithçkaje argumentojnë se vetëdia nuk është produkt i trurit, por një tipar themelor i universit, si hapësira apo koha. Deri më sot, asnjëra nga këto teori nuk është provuar plotësisht, duke e lënë këtë pyetje si një nga më të thella për diskutim dhe eksplorim. Lexoj Hysni Valiu.